prinë Bashkimin Evropian. Ç'a ndodh sot? Tani ndodh që bufi, zhabat, bretkocat, zhapikët, vemjet, insektet, kërbit, gjinkallat, këtë shpatën që ne ja kemi dhënë dorë kësaj zonjës, e shohin si të vetmen armë për të na luftuar ne dhe për të na goditur dhe për të na larguar nga detyra. Të vetmen. Si shpjegohet që nga një anë kërkojnë t'i presin kokën, nga ana tjetër çdo ditë i çojnë nga letrat anonime tek denoncimet publike për ta nxitur që të ngrej shpatën kundër nesh. Dhe zonja i ka syt 4 me gjak. I ka veshët 4 dhe zonja ndjek mediat. Zonja ndjek mediat dhe ndjek qa thot kanali dhe portali, sepse zonja ndjehet që ka një shpat që me cilën duhet pres kokat, majtas e djathtas të gjithëve që populli të doj vetëm zonjën. Këtë drejtësi të kësaj zonjës kështu e kanë bërë Jakobinët. Po këtu në Shqipëri jo. Këtu në Shqipëri zonja duhet të mbylli syt, gjykatësit dhe gjykatëset duhet mbyllin syt, mos shohin as kush është ky, as kush është ai, të shohin provat dhe të ndajnë shapin nga sheqeri me peshore këtu.